Ndodhëm në Cerrik, ku do flasim me një person shumë interesant të komunitetit egjiptian. Quhem Pëllum Shkoza, jam përfaqësues i Komitetit Egjiptian për Bashkinë e Cerrikut. Cerriku është një qytet heterogen, i ndërtuar në realizimin socialist në vitin 53. Në këtë qytet banojnë 861 familje në Komitetin Egjiptian dhe Rom. Ti je kryetar i shoqatës integrimi. Ke lindur në Cerrik? Kam lindur në Cerrik dhe banoj në Cerrik. Sa nostalgji ke për Cerrikun e vjetër? Cerriku vjetër ka qenë një qytet industrial bujqësor me një industri të zhvilluar dhe me bujqësi të përparuar. Mas reformës mas vitit 90, qyteti jonë kaloi nga një vend industrial bujqësor me industri të zhvilluar dhe bujqësi të përparuar, kemi përfunduar në një vend bujqësor blegtoral, që me bujqësi dhe me blegtori. Në atë kohë, çfarë punë ke bërë, çfarë profesioni ke pas? Unë kam punuar saldatar oksigjenist në kombinatin metallurgjik në Elbasan. Për shumë vite, mas vitin 90, hyri demokracia, uzinat të mbyllën, fabrikat të mbyllën, Komiteti Cerrikut do të thoja që numëron 46.826 banor, ka 28 shatra, ka 4.000 bashki. Po. Aktualisht, resurset e qytetit tonë, si që uzina naftës, u mbyll, u prish, 900 punëtorë që punoshin atë kohë, dolën pa punë. 600 punëtorë pati ndërmarrja bujqësore, ndërmarrja sa të makinë e traktoreve, edhe ajo shpërbë, të 600 punëtorë dolën pa punë. 2500 punëtorë pati kombinatin metallurgjik nga qyteti jonë, që punoshin në kombinat, edhe ata dolën pa punë. Pastaj po llogarit ndërmarrjen tregtare, KSHBC-n, konsumi shitbjerë Cerrik, ndërmarrjen komunale, edhe shumë ndërmarrjen bujqësore, Cerrik, që i pati 3.000 punëtorë. Sot neve si qytet, pothuajse 90% e popullatës është pa punë. Ka të rinj në Cerrik? Ka të rinj. Komiteti Egjiptian i Cerrikut numëron 861 familje në Cerrik edhe në 4.000 bashkitë e Cerrikut. Kryesisht jetojnë me punët e qastit. Do me thënë, shumica të rive këtu nuk kanë një profesion, nuk kanë një zanat? Jo. Po të shkolluar janë? Kemi një shkollë mesme bujqësore, këtu në Cerrik, që marrën 4 vjetë shkollën, edhe mas 4 vjetë pas të dalin hynë të gatat pa punëve, se s'ka këtë vend. S'ka punë, është Nuk ka punë, nuk ka. Ti, si kryetari i shoqatës, e ke ngritë zërin? Po, kemi diskutuar shumë herë, ku na ftojnë në mbledhje bashki, edhe diskutojmë për integrimin e Komitetit Egjiptian në adresë të 5 prioritete që kemi në shoqatë. Prioriteti i parë është punësimi, i dyti është strehimi, i treti është shëndetësia, i katëri është bujqësia, edhe arsimi është i pestë. Kemi 5 prioritete, po nga këto 5 prioritete mundohemi të integrojmë komitetin tonë, po mundësia për të integruar nuk është sepse në qytetin tonë nuk ka firma ndërtimi, nuk ka punë, jetojmë me punë të qastit, dikush punon me ditë, punim me ulliri, dikush punon ardhjat e rrushit, të privati. Të pyes për diçka. Përdo. Unë nuk e di, nuk e kam shumë informacion. Komuniteti juaj jeton kanë banesat e tyre me banesa me shtëpi, si është jetesa e komunitetit? Para vitit 90, institucionet shtetërore ndërtoshin pallate me kontributë vullnetar që strehoshin familjet. Edhe nga viti 90 deri më sot, në qytetin tonë nuk është bërë asnjë apartament për strehimin. Ka familje që ndajnë dhomën me çarçaf, 2 vëllezër. Në ato shtëpia që ka lanë prindit, fëmijët u rritën, u martuan, po nuk ka strehim, janë pa strehim. Edhe janë detyruar të marrin rrugët e Kurbetit e me. Janë shumica në Megrem, a? Në Kurbet, jetojnë në i lekë që selin në Kurbeti, me punë të qastit, ja kjo është jeta këtu në qytetin tonë. Ti vetë aktualisht me qa merresh? Unë vetë kam një biznes vogël, punoj. Që mban vetën, me këtë biznes, nuk është se ka një punë me thonë... Jo, me biznes vogël, kam një gomiseri, punoj vetë e gomat. Punoj, me saldimet. Me fjalli, pra profesionit vjetër, nuk është e le gjithmonë të një profesor. Punoj të zanatin që punoj në kombinat. Shumë mirë, shumë mirë. Do të pyesë diçka tjetër. Përpos problematikës që ju keni, as diskutoj duke parë, unë shoh edhe situatën në pjesën e qytetit,
është për dëshiru në pak informacion për historinë e vjetër të komunitetit tuaj. Ju si erdhët në Shqipëri, si gjendët në Shqipëri të parët tuaj? Pa, ata kanë ardhur shumë shekuj më përpara. Në kohën e Aleksandrit të Madh. Ardhën nga se ishin përpunues të mirë të hekurit, se në atë kohë luftat bëshin me shqiza, me shpata, me krenare që luftoshin atë kohë dhe kur u kthye Aleksandri i Madh që u kthye në vendin e vet Maqedoni, edhe ish Spartan u steruan Maqedoni në kohë. Ju jeni nga Egjipti? Nga Egjipti. Nga origjina e... Nga qa zonë e Egjipti, nga që qyteti? E dini apo se keni informacion? Kryesisht Aleksandri i Madh kur vajti në Aleksandrin ka ne? Ndërtoj qytetin Aleksandrin. Ndërtoj edhe një qytet që ishe buz lumin mil, edhe i vuri jemi në misirë, edhe sepse ishte tokë pjellore, edhe u shrin me ministri që përdojnë dhe mande me buk ushrin e vetë. A ke njerëz në Egjipt që ke kontakt? Nuk kemi njerëz. Sheku më përpara, Sheku më përpara. Dhe me thënë ti je shqiptar? Unë jam shqiptar. Ti je shqiptar, 100% shqiptar? 5 breze, 6 breze. Dhe thë si je shqiptar. Si është dita, jo jote personale, nuk po thëmë jote personale, e rinis komunitetit tuaj këtu në Cerrik. Me qa meren kryesisht? Për post, nuk po thëmë vetëm punë, ka aktivitetit, lojra, me qa meren? Vërtet është sepse një pjesë e mirë banorëve të qytetit edhe këtë komunitetit tonë ka marrë rrugë të Kurbetit. Janë në emigrim, ne? Në emigrim, sepse nuk kanë mundësi të integrohen këtu, se nuk kemi resurse si qytet, nuk kemi firma ndërtimi. Ka martesa, apo nuk ose ka martesa shumë tani? Më përpara pati më shumë martesa, këpton? Momentalisht? Momentalisht janë... Nuk po bëjmë, ka një jashtë, s'ka më fare. Martohen jashtë, kryen familje jashtë. Këtu janë ata që nuk kanë mundësi të integrohen, të emigrojnë. Rrinë këtu me punë ose presin në ndihmë sociale. Presin ndihmë sociale, presin marrë babaj pensionin, marrë e lekë babaj, ja kjo është jeta monotone. Që nga jetë monotone, vërtet jetë monotone. Një mesazh nga ana jote për të gjithë njerëzit, edhe për shoqatat europiane, ose edhe për qeverinë, për dikë që të vinë mbështetje juve si komunitet. Një mesazh mund të drejtohesh kamerës. Unë do të bëja thirrje që kjo pjesë e rinj që kam ardhur këtu të integrohen nëpërmjet kurseve profesionale. Po kurset profesionale duhen bërë në qytetin tonë, jo në Elbasan, nuk kanë mundësi ta ndjekin Elbasanin, se do vinë, jam me fëmijë të vegël, ne bëhet fjala për të rinjt. Këta duhet të integrohen, të aftësohen kurse profesionale, se tregu ka nevojë për shofera, ka nevojë për plaka shtruq që shtrojnë plaka, për suvazhgjim. Për çdo profesioni me fjalë jeni të hapur që jemi të hapur për të integruar. Nëse në Cerrik do vinë një kompani ose do vinë një institucion ose një media ose një diçka që të hapni për kurse profesionale, jeni të gatshëm që të shkoni, ja? Po, jemi të gatshëm që shkojmë te kurse personale për të bëjnë qytetin tonë, sepse neve... Po të bëhet në qytetin e Cerrikut? Sepse kemi shkollën në mese bujësore që ka njerëz kualifikuar, pedagog, mësues të kualifikuar. Unë kam vizetuar me drejtorinë e shkollës Mjal Shahini, që të bashkëpunoj me drejtorinë e shkollës profesionale në Elbasan, që bëjnë kurse profesionale, që të hapen Cerrik edhe gratë e reja të mësoj se nuk merë roba qepsa i po nuk di të qepësh. Edhe ata janë të rinjë, janë pa punë, sepse nuk kemi resurse se qytet që punëson. Po pse s'ka resurse? Unë, të thëmë të drejten, unë e kam shëtit Cerrikun, e kam pa. Nuk është s'ka hapësira për të ndërtu gjëra, ka hapësira. Ka, po mundësia për të ndërtuar, nuk vjen njëri të ndërtoj, të edhi lekë këtu në qytetin tonë, sepse nuk ka interes, me që do merret këtu. Po bujësi s'ka këtu? Ka bujësi, po bujësia nda me ligj 7501, se kush i ka tokën e vetë. Nuk e se keni përbashkë tokat. Tokat që ka, për shumë 2 lyp, 3 lyp. Janë nda me... Janë nda e mjell Jonxha, thot për 5 vjetë dhe dakor Jonxhën, do shes ballat e Jonxhës. Po bashkia ju vjen ndihmë? Bashkia nuk ka mundohet në ndihmoj, e vërteta mundohet në ndihmoj, po nuk ka mund që të ndihmoj. Sa nga komuniteti ju janë punësuar në bashki? Kemi ja 4 veta të punësuar në bashki. 4 veta në bashki? Po sa punëtor ka bashkia? Bashkia ka godi 400 punëtor. 400 punëtor nga komuniteti ju 4 veta? 4 veta. Se në administrat. Administrat. Po në sektorit tjera? Kemi sektorin e pastrimit. Po jeni të punësuar? Jemi të punësuar në komunitetin jonë që punojnë me makinë e pastrimit. Edhe në gjelbërim.
Në gjelbërim. Edhe në gjelbërim, punojnë në komitetin jonë. Do të thotë që disa janë të punësuar, nuk është se janë... Jo gjithë punësuar, tash janë 861 familje, mundësia për të integruar nuk është. Kështu që vetëm emigracioni ka zgjidhur problem. U bë djali 17 vjeç, çantën kurrizë vrap në Greqi. Së është jetesë kjo? E po. Pa kanë mallë për familjen për ne. Tash çfarë them unë Komuniteti juaj, ti mendon se ka talente për të promovuar? Ka shumë talent. Sidomos kanë talent për shembull, hajnë gjimnazën apo shkollën e mesme me nota të mira dhe mundësia për të vazhduar shkollën e lartë nuk kanë, sepse është me shpenzime. Shkolla e lartë janë me shpenzime. Po, normal, të pyesë diçka tjetër. Ju jeni të pjesë e muzikantëve, futeni si komunitet? Po, si komunitet, po, neve... E praktikoni, e ruani si tradit? E ruan, ne kemi një asambël këtu që quhet Asambli Shkëndija, me Selinë në Shtërmen, por kryesisht muzikantët dhe vallëtarët janë të komunitetit tonë. Shpresojmë që zëri jo dëgjohet. Rrosh, faleminderit. Dhe mendoj se edhe shteti jonë, ndoshta mbase edhe Bashkimi Evropian ose edhe pse edhe Bashkia, ose dikush në biznesmen ta shohin çrrikun pak më ndryshe të investojë dhe të vinë ndihmë juve të rinjve të komunitetit tuaj, kënaqësi. Kënaqësi dhe nga ana ime. Faleminderit. Shumë faleminderit.